Përshëndetje të gjithë, mirë se erdhët në një tjetër video në kanalin tim. Unë sa vendosa djalin në gjumë edhe më ka zhgrindur goxha sot, ndoshta edhe nga dhëmbët. Shumë pak punë kam bërë, se nuk më la. Nuk e thash sot është e hënë edhe fillova një vlog të ri. Uroj që ta vazhdoj, po mendoj të bëj një vlog javor dhe ta hedh javën tjetër, të shohim sa do ja dal, sa do më lënë fëmijët. Kam goxha për gjëra për t'ju treguar, por avasha vazhdo të tregoj. Djali para 2-3 ditësh bëri dhe 6 muaj, kështu që ka filluar dhe pak ushqimin, se nuk ja kam filluar shumë mirë, sepse po pres të më vi karrigja e tij e ushqimit. Unë kisha një që ja kisha përdorur shumë pak ajlës, po kishte filluar dhe ripe, ndoshta nga ndenja, sepse ka gati 4 vite, 3 vite që nuk përdorej fare. Një herë ishte dhe përdorur, kështu që e hodha dhe kam porositur një tjetër, dhe kur të vi, besoj se këtë javë do vi, do ua tregoj. Edhe pse po këto kohë kam provuar bananen, i kam provuar boronicën, i kam provuar kosin sot. E mbaj ulur këtu dhe ja jap dora që ta haj vet, nuk e ushqej unë, thjesht do ta mësoj që të ushqet vet. Unë do iki që të pastroj kuzhinën, se nuk i diet kur zgjohet djali dhe nuk dua që ta kem rrëmuj. Dhe pastaj po t'ju tregoj të gjitha gjërat që kam bler për fillimin e ushqimit të djalit, këto enet e silikonit. Duke pastruar kuzhinën dhe do filloj dhe të gatuaj, sepse po më vete vonë. Do bëj këto fjerzat që janë shumë llojshmëri, janë të ndryshme, edhe i kam gatuar dhe më para dhe dalin shumë të shijshme. Kështu që po, këto do bëj. Tush paku është e madhe, por do bëj pak, jo shumë, se vetëm unë edhe burri i ham. Vajta mora ajlen nga kopshti edhe hëngrëm buk, hëngrëm thjerza. Ajle hëngri supë sepse nuk i ha këto, por ishin bërë shumë të shijshme. Edhe u përpoqja nuk hëngra buk, do filloj që të lë bukën, sepse nuk kam shumë kile nga shtatzania, kanë filluar dhe më ikin, por kam bark, nuk po më ikën barku akoma. Edhe ndoshta se nuk më ka ardhur cikli akoma, nuk e di, që mbas 40 ditësh, nuk e di, por kam goxha bark. Kështu që nuk më pëlqen fare dhe do përpiqem të heq çokolladat, se i kam rënë shumë këto kohë, nuk e di pse, po më pëlqenin shumë, edhe do përpiqem të lë dhe bukën, jo 100%, por 90 paktën. Edhe i hëngra pa bukë, unë nuk e kam shumë problem, se dhe më përpara e kam lënë bukën, nuk është se nuk jam mësuar me këtë gjë. Edhe po, tani do laj enet e drekës, se po flot djali dhe tani kam kohë. Do bëj gati ajlen për në pishin, sepse në orën 5 ikën në pishin. Edhe kështu, me këto do merrem tani. Kështu. Mirëngjesi nga dita tjetër e këtij vlogu. Unë çova ajlen në kopësht, bëra disa punë në shtëpi, edhe si bashkë ishte koha e mirë, pavarësisht se fryn pak erë, po është goxha mirë, është goxha nxehtë. Mora djalin edhe dolëm shëtitje, mora dhe një kafe, edhe ja sonan e zuri gjumi, kështu që do pi kafen, dhe pastaj të shohim, ose do bëj akoma ndonjë shëtitje, ose do iki në shtëpi. Vajta mora ajlen në kopësht, edhe kemi ardhur, më ndihmoi pak burri, bërëm një tavë me perime, sepse u mora dhe me djalin, e ushqeva, i avokado sot. Hëngri e lava edhe vendosa në gjumë, tani u zgjua se aq flë pak, dhe
tava po piqet me perime, ndërsa tek ai frajeri ka vendosur për ajlën patate, sepse nuk i ha patatet e furrës, edhe tani do t'i vendos dhe disa brokoli që t'i haj, sepse i ka qef. Sa vendosa jasona në gjumë dhe tani do filloj të merrem me punët, ti mbaroj. Kam goxha punë, kam filluar që dje, po nga që grinte djali dhe nuk po më lë shumë që të mbaroj, i bëj copa. Nese, me që jam këtu në kuzhinë, thash t'ju tregoj pak setin që kam bler për ushqimin e jasonas. Kam kërkuar shumë, ç'është e vërteta, edhe kërkimet i kam filluar rreth 2 muaj. Vetëm kërkoja, shikoja në Google, në përfaqe, për cilësi të mirë dhe jo shumë të shtrenjta. Pash shumë opsione, por këto që kam bler më kanë pëlqyer zakonisht shumë, kam lexuar shumë tek përshkrimi i tyre, edhe më bindën më shumë se çdo gjë tjetër. Kështu që kam mbajtur kutinë, t'ju tregoj faqen, edhe është kjo Queen Mother. Pastaj seti është kjo pjata, ka lug edhe pirun, tjetër ka këtë gotën që ka me pipës, por unë i jap për momentin kështu, shumë pak, se tani ka filluar dhe konsumon shumë pak, thjesht i provon, se po bëjmë testet për çfarë ka alergji, nëse ka alergji apo jo. Kështu që është kjo me këtë pinguinin këtu, është shumë e bukur. Ngjyra është si gri në blu, shikojeni vetë si është. Nuk e di, nuk e ndaj dot. Unë mendova se kisha marrë jeshile në një moment, kështu të errët, por nejse, pas ka marrë kështu, s'ka problem. Kjo është grikorja që ja ka marrë, ka një cilësi shumë të mirë. Dhe e fundit është kjo tasi këtu. Po shikoja për këtë tasin, tani më doli një video në Instagram që thonë që kujdesni se nëse fëmia vendos kështu, kjo puthitet për këtë dhe i bllokon frymare. Gjithsesi djali nuk është se do haj vetëm aty dhe unë do iki. Unë asaj nuk e lë vetëm kur ha, gjithmonë i shikoj qoftë edhe nga pak më larg, se nuk i dihet çfarë ndodh. Kur isha me pushime, bleva dhe këtë grikoren, është dhe një tjetër jeshile si kjo. Në supermarket, këto nuk kanë BPA, ishin BPA free, edhe i mora 2,5 €, më duket ishin të 2-5 €, edhe të krahasohesh, po ti prekësh, kjo duket që është material akoma më i mirë se kjo. Por dhe kjo nuk është e keqe. Jasonas do t'i përdor metodën që ha vet dhe ha gjëra të ngurta direkt. Edhe shumë pak kështu të shtypura, jo të bluara, nuk do merrem fare me të bluara, sepse jam marrë me ajlën edhe shumë punë kështu dhe më duket sikur me këtë metodën tjetër fëmijët hanë më shumë, nuk e di, të shohim. Dhe që më shumë se 5 muaj e gjysmë, unë kam filluar thjesht vetëm për dhëmbët, i hipja djalit ndonjë frut, për shembull banane, dhe i kam marrë këto lugët këtu, që është kështu. E kam parë tek një program që kam shkarkuar, që shikoj se si duhet t'ia jap ushqime djalit, për shembull si duhet t'i jap patatën, si duhet t'i jap avokadon e të gjitha, që mos të gaboj dhe mos të mbytet. Atje kam mësuar shumë gjëra. Edhe këto mi ka marrë kushërira në Itali, sepse këtu nuk kishte, edhe është dhe një tjetër si kjo ngjyrë është si kjo, edhe janë shpëtim se familja i mba vetë në dorë, dhe kruan dhe këto mishat e dhëmbe që tani në këtë kohë i kemi shumë problem, edhe po, janë shpëtim dhe janë shumë të mira. Tjetër i ka marrë edhe këto kushërira mi mori në Itali, jeton atje, i ka marrë në Amazon, sepse këtu nuk i gjeta, këto nuk gjeta. Po gjithsesi i mora dhe këto, sepse luga dhe piruni këtyre më duken pak të mëdha për 6 muaj që është, edhe kështu që për momentin po përdorim këto, edhe pse si janë një ngjyrë,
kanë materialin njësoj si këto, silikon, nuk kanë BPA, s'kan kimikate dhe janë shumë të mira. Edhe kur i prek duket që është material shumë i mirë. Dhe është kështu, ka dhe këto pjesët këtu që mund të krojnë dhe dhëmbët edhe po. E fundit produkt që ka marrë për ushqyerjen e djalit është kjo këtu. Edhe këte ka marrë një faqe tjetër, nuk e mbaj mend emrin, do ta lë këtu. Këtu në Greqi është shumë e mirë sepse unë i kam marrë dhe ajlës gjëra atje. I kam marrë shumë syzet, kur ishte pak e vogël, i kam marrë shumë gjëra dhe i ka pak shtrenjtë, po i ka shumë të mira. Kjo nuk ishte e shtrenjtë, kjo ishte 8 euro. Por është material i mirë, nuk ka kimikate, edhe vjen me 2 koka. Kjo është për 6 muaj plus dhe ka dhe një 12 muaj plus. Këtu unë ja kam përdorur sot për herë të parë, i vendosa pak banane, meqense bananen e kemi provuar, edhe nuk ka alergji. Edhe mbyllet kjo këtu, e vendos djalin në gojë dhe nëse banania vetë është shumë afër, arrin kjo që të shtypet kështu. Edhe i ikën prapë. Është shumë e mira, e mbajti një 10 minuta djali. Për snack kjo dhe për më vonë, që do filloj me vakte më shumë, me snack e me të gjitha, është një shpëtim. Mund ta futësh këtë me pak banane në ngrirje, edhe vendos këtu dhe ftohtë nuk ka dhe kruan dhe dhëmbët, që mos t'i përdorim ilaçe dhe pomadra dhe gjëra të tjera për dhëmbët. Kështu, këto janë gjitha, sepse u zgjata shumë, ka vajtur shumë minuta, por hajtë se do ta pres pak. Këto janë të gjitha gjërat që i kam bler, tani pres dhe karrigen, uroj deri nesër të vinë, nuk po vjen. Gjithsesi, unë do t'ua tregoj qoftë në këtë ose në vlogun tjetër, do t'ua tregoj që si është e thjeshtë, nuk është shumë e shtrenjta, por të shikoni. Kështu, tani unë do iki të mbaroj punët. Burrin e kam në punë, nuk e di se kur do vi, uroj të vi shpejt që të ikim dhe në pazar. Erdha në shtëpi dhe tani, meqense më zuri gjumi djalin, prap them të rregulloj dhe kuzhinën, se dhe ajo më ka ngel pa e sistemuar. Kështu që me atë do merrem. Sa ula, kam bërë dhe një kafe, edhe jam ullur këtu në tokë me djalin, se po luan ai, tani ka filluar dhe kthehet, edhe i pëlqen shumë që të rri këtu në tokë, tek tapeti i tij, edhe kështu, ajlën e kemi aty po rri, po luan me lodrat e saj, me jastëk, po bën rëmuj. Tani do t'ju tregoj dhe një super blerje që kam bërë për vete. Kam një muaj që i kam bler, por nuk kam bërë video, kështu që thashtë t'ja tregoja tani. Më duheshin me patjetër atlete sepse nuk kisha. Kështu që e kisha shtyr boll blerje, nuk e di pse nuk po i bleja, akoma nuk e kuptoj pse. Edhe që në dashlindje mua një dhurat e burrit ishte që të blija atlete, më kishte dhe lekët që të blija atlete, por prap unë si kisha bler. Nuk e di pse. Nejse, kështu që i bleva këto sambat, sepse i kam veshur sot dhe nuk po i prek shumë. Këto fillimisht janë shumë të parehatshme, ditën e parë që i kam veshur. Kam çuar ajlën bashkë me Jasonën, vajtëm tek lokali që ka lodra që të luante kjo të dielën, edhe mendova t'i vishja, sepse kombinoj shumë me të gjitha rrobat, qoftë thjesht, qoftë me fustane, me çdo gjë. Prandaj dhe i bleva. Shumë të parehatshme, o zot, humërsita shumë pse i bleva. Edhe po pastaj kam disa ditë që të dielën, deri tani nuk i kam hequr, i veç çdo ditë që të më mësohet këmba. Tjetër, atlete përsëri, kam ler këto. Pumat e famshme që më dalin kudo, e sidomos në Pinterest më dalin me shumë lloj outfits, me shumë lloj veshjesh, kombinimesh, sidomos me fundet e gjata, por këto të gjëra, fundet e gjëra mua nuk më pëlqejnë shumë. Gjithsesi, e kuqja është shumë në modë, me sa kam vënë re, por mua nuk më pëlqen shumë
ngjyra e kuqe në çanta, në këto i kam hequr fare dorë, edhe nuk më përshtaten, edhe pse kuqa më shkon pak a shumë. Por nuk i bleva, isha mes kafes edhe të zezës. Thash, të blej të zezën, me qenë se kombinohet me gjitha gjërat, pastaj kafen më vonë. Dhe kështu që i bleva. Këto pumat janë shumë të rehatshme. Kur më erdhën, i mora te JD Sports të dyqani, por i bëra me porosin nga interneti se nuk ka mundësi të vete në atin këto kohë. Edhe djali është i vogël edhe si do qoftë lodhet edhe kështu. Por nuk kemi patur dhe ko burri në punë, nuk kemi patur fare ko këto ko. Kështu që i porosita, kur i ka marrë në dorë, mu duken shumë të rënda dhe thash ç'mu desh, sepse dhe me më dyshe i bleva, nga që i doja dhe ose New Balance ose këto. Por hajde, zgjodha këto se si model më përshtaten më shumë këto se ato New Balance. Kur i vesha, sinqerisht, janë aq të lehta, janë aq të rehatshme, nuk kuptohet fare që ke diçka të veshur në këmbë, super të mira si atlete dhe kam bërë shumë që kam marrë ngjyrën e zezë që kombinohet me çdo gjë, sepse mund t'i vesh për ditë. Janë shumë atlete të rehatshme, sidomos kur je dhe nën, duhen të rehatshme shumë atletet, se me fëmijë unë personalisht nuk dua as të më vrasin, as të më bezdisin fare, sepse nuk dua ta kem mendjen tek këmbët, po tek fëmijët, jo një qanj, jo një qesh, jo kështu. Edhe kështu që po, janë shumë të mira. Këto janë dhe blerja, mund të kem bler gjatë këtyre muajve dhe një robë të vogël, po më shumë kam bler për fëmijët, se sa për vete. Për vete mendoj që ndonjë ditë të vete në Athinë, kur t'jemi të lirë. Dhe kështu unë tani do pi kafe edhe pastaj do merrem me fëmijët se po vjen ora që do flën. Edhe mendoj ta mbyll këtu këtë vlog, uroj që të ketë dalë ndonjë vlog i bukur, se për ditëshmërinë time kam treguar, plus kam patur dhe goxha punë, edhe me fëmijë kaq ka mundësi të filmoj. Mos harroni të bëni subscribe, ne do shihemi besoj në vlogun tjetër. Mirupafshim.